Jo, apesheni që është edhe flamuri Serbisë, atë se po të kërësh. Pra kjo është deklarate për bashkë të dyjave. Nuk është i federatës. Pra kjo është e përgatit edhe për FSHV-s edhe për Serbisë, da të mbledhen që e përmena mahet moralet. E dyta, vepra penale, këto jenë totalisht se mire ka kolegu i ndërum, se është jurist, mire ka se jenë pa përcaktume në aspektin juridik mbajtja e flamurve që në gjithë një cilat janë ato. Në kote penale për shkuhet mënyrë të saktë. Pra, kjo është një deklarat kujdes për shkak të peshës e bërës nga mbledhja që o majtë ma herët, sepse kjo ka pas peshën e rënë shumë politike, mos menoni se dhe UEFA shqetësohet shumë. Prandaj, dini që është FSHV edhe Serbia, dy federatat e kanë qitë këtë deklarat. Bojar, veç për kjo ndeshje organizohet post regulorët të UEFA se FIFA-s. Domthon UEFA e FIFA nëse përcakton që çaj flamur. Nëse përcakton. Nëse përcakton. UEFA s'merret me atë punë, o lumnit. Po nëse është ndaluar UEFA 5 vjet të kon komitet ligjor të UEFA-s. Se përcakton atë punë UEFA. Me pas. Dëgjojmë. Këto janë veç dy federata që janë OJC, organizata jo qeveritare, e Serbisë dhe Shqipërisë. Asnjë llog të shtetit shqiptar që të mran asoj s'ka. A dini me këqyrë në aspektin legal? Nuk është shteti, nuk shkruan ato Republika e Shqipërisë, po Federata Shqiptare e Futbollit. Po shkruan alta atje qendra sportive ku që zë çfarë? Faranësia ka qendër sportive. A i dini simbolet e shtetit shqiptar? E shkruan ato Republika e Shqipërisë, është e Shqipënia Skënderbev, edhe Kojvul. Të dyja janë pjesëmarrës. është dikush tjetër aty mbrana që vendos rregullat. Sigurisht. Prap dhe element që mu po më duket, a përshini që FSHV-ja është amblema e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndërsa poshtë Serbia është amblema e shtetit sërb. Nuk është e Federatës. Nuk është e Federatës. Kjo po më çudit shumë. Kjo është për qitas është dokument. Po më duhet më avizatu që kjo letër nuk është dokument zyrtar i shtetit shqiptar. Pik. Federata e Futbollit e ka qitë. Po Federata është OJC. E ka qitë organizon Federata është OJC. Shteti shqiptar e përcakton cila vepër unë këtë penal shqiptare. Nuk e përcakton Federata serbe as shqiptare.